Në fitoren 15-4 të vllaznisë së futsallit ndaj ekipit të Janës Jata, kontriboi edhe Samir Hyseni, i cili luajti në pjesën më të madhe të ndeshjes, madje shënoi edhe një gol. Urime Samir. Faleminderit. Grazie. Faleminderit që i prezent gjithmonë ulet futsalla, normalisht edhe ekipi i vllaznisë të meshkujve. Normalisht kishim një kohë gjatë që në mungute loja, ishim gjatë gjithë kohës të përgatitën vetëm me seancë stërvitjet, edhe më në fund erdhi Kupa Shqipnisë që u realizua në Shkodër dhe normalisht i gëzuam edhe për kalimin e turit dhe shpresojmë që ditën e martët bëjmë prapë më mirë për ndeshjen finale që do njohim sonte kundërshtarin. Kjo është ndeshja e parë e sezonit dhe në një farë mënyrë ishte një tip kolaudimi i vllaznisë së futsallit, të kënaqur për atë që shfaqet në fushë si ekip. Normalisht ka gjëra prapë për me rregullu gjatë seancave stërvitore, normalisht edhe ekipi nuk ishte në rendimentin e duhur, por prapë normalisht na kena fokusin për drejt titullit kampion që është ose Kupa Shqipnisë. Shënoi një gol sot në një dedikim për këtë gol. Normalisht golat janë fryti i ekipit. Nuk kam një dedikim veçantë vetëm për ekipin, për çunat që i kontribojnë, gjithsesi një gol lash 3 i gëzuam normalisht, gjithsesi tonë kontribunin edhe djemë të ri që janë afru, janë prumje cilësore, edhe shpresoj që të na ndihmojnë. Shpresoj i kupë tjetër të rallës. Mendova se ky gol po shkon për babain tuaj, Edmond Hyseni, që nuk mungon në asnjë ndeshje dhe sot ishte i pranishëm duke mbështetur ekipin tuaj. Normalisht është gjithmonë ka qenë i pranishëm të ndeshjet, kështu që ai e din golat që shënoi domethënë janë më shumë për pjesën e grupit që unë kontriboj të 4 vite. Dhe normalisht ai është i gëzuar për kontributin që mundohen me dhënë te futsalla. Fitoria sotme ju kualifikohet në finale, të martën do të luhet finalja e madhe për trofeun e këtij sezoni. Si e prisni? Po, sapo përfundon me natësh, po presim të startojë edhe gjysmëfinalja e dytë, edhe po njohim kundërshtarin që paktën ndoshta deri ditën e martët kena mundësi për me përgatit si nga ana psikologjike, ndoshta me një seancë stërvitje që do t'jetë përpara sfidës finale. Edhe shpresojmë që ta bijmë prapë edhe kupë tjetër të Shkodër. Urime për golin, Samir Hyseni, dhe sukses në finale. Faleminderit.